Saga e zvarritjes së proceseve gjyqësore ndaj kryebashkiakut arrestuar me 13 akuza të rënda Erion Veliaj vijon. Kryebashkiaku i njohur tashmë për taktikat e tij, prej rreth 9 muajsh nuk shkon në gjykatë të përballet me drejtësinë, me faktet dhe provat e gjetura nga hetuesit, të cilët i kanë ngarkuar 13 akuza për 5 vepra të rënda penale: korrupsion, shpërdorim detyre, pastrim të produkteve të veprës penale, fshehje e pasurisë dhe futje në sendeve të paligjshme në qelinë e paraburgimit. Gjykata e posaçme e apelit e ka shtyr për në 29 prill shqyrtimin e një ankimi të Erion Veliajt mbi shfuqizimin e një vendimi të shkallës së parë për pezullim të afateve të paraburgimit. Veliaj, që prej arrestimit të tij në shkurt të 2025-s nga qelia e burgut të Durrësit, duke përdorur mediat, ka dirigjuar një fushat sulmesh ndaj drejtësisë, ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve të çështjes. Skemat e tij të sulmeve kanë shkuar deri në lobime $220.000, duke mbushur raporte me mashtrime dhe gënjeshtra, të cilat janë zbërthyer të gjitha, duke nxjerrë në dritë skenarët e kryebashkiakut dhe mediave të paguara prej tij për të ushtruar presion ndaj drejtësisë.